Saranda. Kjo hënës e rënë buzdetit, qyteti perëndive dhe i 40 shenjtorëve, margaritari mes dheut, mrekullia që se i cili nga ne prek ta shikojë ta prek, qoftë edhe një herë në jetën e tij. Të prek plazhet e saj diellore, diellin që nuk e ka parë kurrë si në Sarandë, detin e kaltër si diçka e gjallë dhe tërheqëse që ka hapur krahët e ngrohtë duke të pritur të magjeps në një botë të ndëruar. Saranda shtrihet me një gjiteti në jug të Shqipërisë, përballë ishullit të Korfuzit, e tërhequr në prehrin e maleve të ulta dhe vendosur aty ku kryqëzohen rrugët detare që nisin nga të gjitha qytetet që lag Adriatiku e Joni apo më gjerë mes dheu. Kjo pozitë gjeografike e favorizon në mënyrë të veçantë qytetin e vogël e të bukur për të zhvilluar një turizëm gjithnjë në rritje e cilësore. Të gjitha rrugët detare dhe toksore, të gjitha linjat ajrore të çojnë në Sarandë, të çojnë si pozicion gjeografik dhe dëshirë, si mundësi për ta parë dhe jetuar nga afër një mrekulli që nuk duhet të humbas njeriu rastin për ta vizituar. Nga Tirana mund të udhëtosh me autobus ose autovetur, duke zgjedhur rrugën përmes Firit, Gjirokastër, Sarandë apo përmes Vlorës, Himarës, Sarandë. Nga Janina mund të vish përmes Gjirokastrës, Sarandë, nga Igumenica përmes Qavbotës dhe Butrinit apo Çukës, nga Korfuzi mes tragjeteve të shumta, si nga gjithë qytetet e tjera, Igumenic, Brindisi e tjerë. Mjaftojnë 60 minuta që vizitori i cili zgjodhi Kakavion për të ardhur të gjendet në qytetin tonë. Nga Igumenica në Qavbot, distancë është vetëm 29 km. Nga Qavbota në Sarandë, distancë është vetëm 42 km. Nga Korfuzi për në Sarandë mjaftojnë 40 deri 60 minuta. Për të mbuluar lëvizjen e njerëzve si brenda dhe jashtë vendit, në Sarandë funksionojnë disa agjenci udhëtarësh. Mjetet e tyre moderne të transportit lëvizin në të gjitha segmentet rrugore të vendit deri në Athinë, Selanik e më tej. Agjenci turistike të ofrojnë shërbime të shpejta e cilësore. Tragjetet e delfinët që të përshkojnë këtë linjë i kanë të gjitha komoditetet e duhura, duke plotësuar më së miri të gjitha nevojat e vizitorit. $70.000 turistë të huaj vizitojnë çdo vit qytetin jugor, duke i sjellë atij përfitime ekonomike të konsiderueshme. Qyteti i bukur i Sarandës ofron një stil dhe atmosferë të veçantë që rrëmbejnë shpejt zemrën e atyre që vizitojnë. Panorama e rrallë e detit, shumëllojshmëria e florës favorizuar nga klima e butë, e bëjnë Sarandën një qendër kryesore pushimesh dhe një qytet me potencial të rëndësishëm turistik. Gjiri i Sarandës, ku shtrihet kryesisht qyteti, është vendosur midis kepit të Dentes, aty ku derdhet lumi i Bistricës, dhe në veri perëndim në kepin e Paladhës, me një gjatësi prej 7.5 km dhe gjerësi maksimale 1 km. Qyteti ka përjetuar një zhvillim të vrullshëm urbanistik, ku sot banorët arrijnë në 35.000 nga 18.000 në fillim të vitit 1990.